Kemi filluar me 3 koshere, sot I disponoj 65 koshere, qelsi kryesor është natyra. Si çdo fillestar, në fillim kemi filluar me 3 koshere, dhe qëllimi ka qenë që të mirem me bletari si profesion I dytë, si hobi. Kështu që me kalimin e viteve, duke u marrë me bletari, ka filluar edhe pasioni, dashuria ndaj bletave, edhe u shtu, u rrit më tepër, e rrita numrin gradualisht. Sot I disponoj rreth 65 koshere, kështu që thjesht hobi, po pasion. Kohën e lirë kryesisht e harxoj, e shpenzoj tek parku I bletave. Gjithse I kam 2 parqe, kjo është parku numër 2, këtë gjenden fushën pjesën kodrinore mbi Preshev, te vneshtat e Preshevës, të 2 parqet I kam në afërsi distancë 200 metrash. Kryesisht këtu ka nga kullota livall malor, pjesa edhe pjesën e fushës aq sa kanë mundësi, si dhe ma vonë arrin bletët të grumbullojnë nga gjethet mjalt të zi, mjalt I zi, apo mjalt pishe, si që quhet popullor, si që e njohin qytetarët, por ndryshe është mjalt I zi. Suksesi është pa diskutim, jo vetëm se I një bletari të ndershëm, jo vetëm se une, po çdo bletar që është I ndershëm, që mirret me këtë punë, me përkushtim, pasion, dashuri, normal duke e kombinu edhe me natyrën që e kemi. Qelsi kryesor është natyra. Komuna e Preshevës, marrë përgjithësi nuk ka ndotje. Është vend atraktiv, është vend I mirë për të marrë me bletari. Disponon hapësira katror pak, po ajo që është nuk ka ndotje. Kështu që kisha thonë qelsi kryesor, suksesi kryesor I takon natyrës, që është e pastërt. Normal edhe përkushtimi I çdo bletari, jo vetëm se imi. Bletaria si profesion, ata që mirën në mënyrë profesionale, mund të kenë lavërdi, ndërsa ne që miremi me profesion dytë si hobi që e kemi, apo pasion, mund të ketë lavërdi ekonomike, po me një numër kaq të vogël të bletave, nuk është ku me ditë se sa lavërdia mirë, pse krahas nëse qëllon viti I mbar, nëse marrëmi si shembull këtë vit, është për momentin jashtëzakonisht I dopt, I keq. Në rajon, marrën përgjithësi bletarët kemi ngecje, ka harxime mjaft, ndërsa kushtet klimatike neve na diktojnë se si do të jetë viti. Pra, është degë e bujqësisë, kështu që kryek po të varmi nga kushtet klimatike. Pra, nëse është viti I mbar, ka sjell rendimente, bereqet. Po, kur nuk bon viti, besa ka vetëm se harxime. Kështu që duhet me llogaritë se ka edhe mjaft shpenzime, tu fillu nga blerja e bletave, koshereve, mjeteve, normal edhe për kushtim kohë lyp çdo ditë me qenë në bletishte, pra duhet edhe për kushtim. Kombinim I gjithëve nga pak. Sa I përket tregut, mjalti është I cilësisë shumë të lartë. Kështu që edhe shitet mjalti, pa problem, bile kemi mungesë. Pengesa, normal që kemi nevojë për me na ndihmu ma tepër në mënyrë institucionale, duke u nisur nga komuna e Preshevës edhe institucionet tjera qendrore apo donatorë të ndryshëm. Një nga rastet e më hershëm e patëm një donacion nga Tika, I cili sado simbolik, po prap na dha një nxitje neve bletarëve, disa harxime na largoj nga ajo përditshmëria jonë që investojmë. Bletët nga fillimi I pranverës, punët pranverore të hershme kur fillojnë, e deri tek dimnimi I bletave, konstant kanë punë. Rregullisht duhet me qenë bletishte, s'do të thotë që me orë të tëra, po patjetër që duhet me menaxhu punën, me kontrollu zhvillimin e bletës, përgatitjet. Brenda ditës, në periudhën kulminante të zhvillimit të bletave, që është gjatë muajit fundi I prillit, thonë kështu, prill, maj, qershor, një pjesë e gorrikut lyp pothuajse çdo ditë me qenë bletishte, me përcjell zhvillimin, gjatë muajit maj qershor fillon edhe rojitja,
gjë që për neve bletarëve është pak më e mundimshme e tjetër. Pra, lyp për kushtim, lyp angazhim. Patjetër, është profesion i mirë, është profesion delikat, pra bleta zhvillohet, ne realisht duhet që deri dikun të rrim karship zhvillimit të bletave. Pra, të rrim gati deri dikun për me shku zhvillimin mbari bletave që ne si bletar pikë synim kemi rendiment. Rendiment, pra kemi qëllim me marrë mjalt, polen, qumë zhblete, etj. Po, tek ne në Preshevë kryesisht është produkt kryesor mjalti. Pra, a javlen më marrë me bletari? Javlen, po me përkushtim. është zanate edhe pak delika se bletët edhe pickojnë, pra normal e mbrojnë teritorin e vetë, duhet edhe pak me duru edhe thumbimin, mja ditë rendin, me mësu, me shku të ndonjë bletar, me përvojt që ka ma shumë, me përcjellë për tash ekziston mundësia në për kanale, YouTube e tjere, njerëzit postojnë punët e tyre që i bojnë bletishte, pra interesim, dashuri, me pas pasion, konsultan mes bletarve, tash normal shoqata bleta ekziston që nga viti 2003, kohën e fundit kemi fillu pak të aktivizohemi, edhe në bletari, edhe në shoqatën e bletës aty mu tubu, mu antarsu, mu këshilla me pas të ndërsjellta. Thjesht javlen, po me përkushtim, edhe me durim. Po nëse shtrohet pyetja, a mund të mbjetoje një iri apo një familje vetëm se me bletari? Edhe vetëm se me bletari nëse mirësh me produkte tjera, se nuk është vetëm se mjalti, është qumshti bletës, është poleni, këto që edhe mjaft kërkohen. Qumshti bletës si produkt që krijojnë bletët është në treg jashtëzakonisht që kërkohet. Apo buka e bletës. Poleni dhe buka e bletës ka dallim. Buka bletës nga ana bletëve deponohet në hoje, edhe në atë moment fiton ma shumë vlera ushqyese se sa poleni. Edhe realisht është shumë ma shtrejt buka bletës. Pra, nëse i shet këto 3 produkte, 4 me mjaltin, ka edhe të tjera, po është propolisi, po këto ma dukshme që janë. Mjalti, qumshti bletës, buka e bletës, poleni, mirë është mënyrë profesionale, shet ama, shet roje, mund t'ja dalësh, po prapë varet nga kushtet klimatike.